është e nevojshme që të hedhet një diskutim mbar popullor se çfarë vendosin shqiptarët për këtë gjë. E dyta, këtu ka qoftë problem konceptual, ka problem natyror, ka problem trashëgimie. Pra, hedhen një diskutim tri çështje kryesore që përbëjnë një identitet njerëzor. Në mënyrën se si ai është në natyrshmërinë e vet, dhe ne nëpërmjet kësaj terme ligjore ja hedhim në diskutim, siç e ka hedhur dikur dhe Camus, thotë njeriu fatkesisht është e vetmja qendje, thotë që e ka bezdit bëhet ajo që është. Pra, duke pas një identitet super të qartë biologjik, nëpërmjet tyre agjendave vendos në diskutim një fëmijë që nuk e ka krijuar akoma qartësinë për veten e vet se çfarë është ai. E dyta, ka një problem trashëgimor, pra të trashëgimisë njerëzore që ne jemi. Që njeriu ka nevojë për prindër, për gjyshër, për vëllezër, për motra, për daja, për teze me radhë, dhe krijon një handicap mendor në momentin kur ti trethuash që tezën ta pyesim çfarë është, sepse ne nuk e dimë çfarë është fiks. Duhet na sqaroj tezja çfarë është, pra nesër. Dhe daja të shohim se çfarë na thot pas 2 muajsh, se ndoshta ndryshon mendja dhe daja, dhe na vjen një tezë tjetër, dhe do krijojë një konflikt të jashtëzakonshëm të identitetit njerëzor. Mos vi pastaj ke ana tjetër që kjo çështje e barazisë, për mua në thelb, e kthen njeriu në objektiv biologjik të vlerësimit, jo vleror të vlerësimit. Një grua vlerësohet për faktin që është nën. Merr një vlerë të caktuar në shoqëri, që mund na sjellë neve jetë. Unë tashmë e vlerësoj një grua vetëm nëpërmjet asaj që ajo ka gjinin. Dhe unë mendoj që ky është diskriminimi më i madh që mund të bëjë njeriu, për ta vendosur në barazi gjinore ku ne ftojmë për një drejtësi gjinore. Ajo është ndryshme dhe kjo është pasuri. Unë jam mashkull dhe kjo e përbën pasurinë e kësaj bote. Jemi të barabartë në mundësi dhe shanse, po jemi super të ndryshëm në ndjesi, në pikpamje, sepse plotësojmë njëri tjetrin për të krijuar familje. Patjetër nuk ka nevojë për hamendësi fare se çfarë mund të prodhojë kjo nesër në Shqipëri.